Kuksi ka hyrë në muajin e parë të dimrit, por kushtet atmosferike mbeten larg tiparave klasike të sinës së ftohtë. Dimri astronomik nis me 21 dhjetor, duke shënuar edhe ditën më të shkurtër dhe natën më të gjatë të vitit. Sipas shërbimit meteorologjik shqiptar, dimri tashmë ka nisur si në aspektin astronomik ashtu edhe në atë meteorologjik, por pritet të jetë i butë. Dimri ka nisur parimisht dhe praktikisht pasi ndodhemi në dimër meteorologjik. Ky do të jetë një dimër i butë me temperatura mbi normën mesatare dhe pritet të vijojë i tillë, bëjnë të ditur meteorologët. Në ditët në vijim parashikohet një ndryshim i lehtë i kushteve atmosferike, por pa rënje të ndjeshme të temperaturave. Pas datës 23 dhjetor pritet depërtimi i një cikloni i cili do të sjellë rreshje shiu me temperatura mesatare deri më të larta. Nuk priten ende ulje të ndjeshme të temperaturave, dhjetori do të mbetet i ngrohtë dhe me rreshje dëbore nuk duken në horizont, deklaron Meteoralb. Ndërkohë, pas festave të Krishtlindjeve, parashikohen rreshje më të shpeshta, përfshirë edhe dëbor në zonat malore. Rreshjet priten të intensifikohen nga datat 23 deri më 27-28 dhjetor, ndërsa më vonë temperatura do të pësojnë rënje të ndjeshme, duke zbritur deri në -7 apo -8 gradë Celsius në verilindje të vendit.